Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 27 dhjetor 2025. Dashi. Ditën e mirë, në mëngjes një moment i parë i forcës. Klimë e përgjithshme entuziazmi, interesi për fermentimet shoqërore, politike, shoqërore dhe familjare. Demi. Sot do të keni mundësi të sqaroni disa çështje të pasgjidhura në lidhje me dashurinë, familjen dhe marrëdhëniet personale në përgjithësi. Binjakët. Momentet e introversionit dhe mosbesimit alternohen me të tjerët në të cilat do të sfidonit botën. Në dashuri përpiquni të jeni më tolerant. Kujdes dhe durim në miqësi. Lëvizjet të shtyhen. Gaforja. Ju keni një ngarkesë të veçantë, jeni simpatik, bindës. Relaksohuni dhe përpiquni të jetoni me qetësi, përgatituni për disa ditë shumë interesante. Luani. Situatë e çuditshme, ditë jo efikase dhe sigurisht e lodhshme. Mundohuni të harroni një pikëllim të vogël nga e kaluara. Virgjëresha. Gjithçka është në anën tuaj. Në dashuri jeni shumë më të qartë, dini se çfarë të kërkoni dhe gjeni fjalët më të mira për të bindur. Peshorja. Vlerësoni me kujdes miqësitë e reja. Marrëdhëniet në krizë duhet të menaxhohen me kujdes. Akrepi. Ju keni forcë dhe gjallëri dhe mund të përcaktoni të ardhmen tuaj. Në këtë moment është e mundur të gjendet koha e humbur. Shigjetari. Pas disa kohësh edhe emocionet e zemrës do të jenë më të lehta për tu menaxhuar, megjithatë gjatë kësaj periudhe ju dukeni të zemëruar me të gjithë ose paksa shumë të shqetësuar. Britsjapi. Ditë interesante, por keni kujdes me shpenzimet, riparimet ose prishjet e papritura. Kur flisni me të tjerët, duhet të keni kujdes nga provokimet. Miqësitë dhe të njohurit e preferuar. Ujori. Këshillohet që të mos ndërmerrni hapa të rrezikshëm, veçanërisht në fushën e trashëgimisë dhe atë familjare. Mundohuni të mos i bëni ata përreth jush të paguajnë kostot e kësaj mosvëmendjeje të përgjithshme. Peshqit. Ekziston një ngërç i lehtë, shqetësim, ju duhet të ndërmarrni iniciativa të rëndësishme. Është e lehtë që këto ditë mund të dëshironi të qëndroni diku tjetër, në një vend të qetë për t'u çlodhur, por nuk është kështu. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.